Po nuk e prisa asune që të shkojnë deri në finale, por kemi punuar shumë dhe atë sa kena punu, atë që kena mëri. Zoti Shale, sa ka qenë sfiduese kjo garë për juve? Me të drejtën, ka qenë shumë sfiduese, ka qenë pak edhe emocionuese, sepse të merë pjesë në një garë të tillë edhe ku e tonë bota merë pjesë, ne për herë të parë kemi marrë pjesë në një turne që është në turnet më të forta në botë. Për këto grupë moshe, domethënë në talin të Estonisë, edhe në Evropë, po edhe në shtetet tjera të botës, rrallë organizohen kështu, domethënë ndoshta ka një apo dy në botë që kanë nivel kaq të lartë, nivel të lartë të mundësave, nivel të lartë të cilësisë dhe organizimit të tillë. Dhe unë shpresoj se gjithë ajo që e kam pas në vetdijen time se do të jetë vështirë, kanë qenë shumë reale, mirë po puna, angazhimi, përkushtimi dhe talenti që e ka ky na bën të ndihemi krenar. Patjetër. Harun, tregon pak cilat ishin ato emocionet e para në fund të finales, domethënë, edhe tregon pak për medaljet që i ke fitu. Tregon allaj. Kam pas emocione shumë, por kur ti ishte aty në dyshek, aty këtë emocion të hupin, aty veç mendon për fitore. Po për medaljen e Ballkanjavës ishte një garë shumë e fuqishme, kishte konkurrencë të madhe. Por dhe kështu që nga shumë vite jam i pari në Kosovë. Edhe në turnet ndërkombëtar ku kam marrë pjesë, gjithmonë ka qenë i pari. Po, sepse Haruni ka emocione pak, sigurisht mundet me i harru ato. Po e rëndësishme është që gjithkund që merr pjesë është fitues. Edhe ajo që ka vlen të përmend se ky ndoshta edhe ikin ato gjanat vogla, në çdo turnie gati jashtë ndërkombëtar që ka marrë pjesë, Kosovë, Maqedoni, Bullgari, është shpall mundësi më i mirë. Jo vetëm se ka qenë kampion në peshën e vet, po edhe shpall mundësi më i mirë, sepse gjithmonë konkurrencia ka pas më të fortë dhe është ka shkëlqyer në çdo garë. Po cila ishte këshilla më e vlefshme që ja ke dhënë Harunit përpara se me marrë pjesë në këtë garë? Shumë këshilla i kam dhënë për këtë garë, këshilla ka qenë që të bën luftën e vet, atë që ka ushtruar ta prezantoj aty, e të gjitha ato që ka bën gjatë këtyre viteve, të jetë në gjendje që të manifestoj punën e vet, qëndrimin e vet, këmbgulsinë e vet, përkushtimin e vet, pastaj që të bën krenar klubin e vet, qytetin e vet, Prizrenin, Kosovën, përfaqësuesin e Kosovës, dhe në fund edhe familjen, po edhe vetveten, sepse më të vërtet ka bërë një punë shumë intenzive dhe të ranë, mirë po në fund ju ka shpërbly. Po kthehemi pak tek përgatitjet përpara se me marr pjesë në këtë garë. Tregon pak Harun sa orë në ditë ke ushtruar përpara se me marr pjesë në këtë turne? Po kemi ushtruar 2 herë në ditë, mëngjes 1 orë, te mbrëmje kemi ushtruar 1 orë gjys 2. Po ditëshe mes të përmale, po kemi ushtruar shumë.